Mirë mëngjesi, Valdeta. Mirë mëngjesi nga zemra e qashisë Shkupit. Mirë mëngjesi Dritro, mirë mëngjesi Valpuna, mirë mëngjesi Rezja ime e bukur. Mirë mëngjesi. Dritro, sa më shpejt se këto bubullimet atë kohën që e paralajmërove, po që se fryen erë ati e din se sa kilogrami kam dhe do me thënë, ne e thamë do më dërgon të një lokacion tjetër. Më dëgjo, deri në 60 kilogram do qëndrosh me një vënd. Nëse i ke 59... 25! Vala! 25, do me thënë mu në Kroaci, do më dërgoj. Digjom Dritorojt, merë ca gurë dhe futi në gjepa. Jo, më merë edhe mua në Kroaci. Gurë në gjepa që të pëshosh. Valdeta, më thuaj, jemi një vajzë aty bashkarisht, do të e ma këthe pak ekranit dhe lutem? Përshëndetje. Më thuaj, kjo, prit pak se e kam ekranin pak lartë, më duke sigurisht e Dea. A është Dea? Dea është. Dea, mirë mëngjesi, Dea. Mirë mëngjesi. Dea, po si e, Dea? Pra, pse... Mirë, jam mirë si jeni. Mirë. Ti do duhej, sepse Dea është në klasë me djalin ti, me Lekën. Janë bashkë me një klasë, mos gabohem. Dhe Dea do duhesh të ishte në mësim sot, por ka bërë një shkëputje sot pre orës, por nga thonë diçka fantastike për gjithë shikuesit të këti nënqeli. Të silemi mirë me të tani, mos të bëjmë mungesa, nuk do të shkruaj mungesa, Dea. Sot e ka me leje, Dea. Me leje ka Dea. Pra, Dea është këtu pasi që u zgjodhë në gara republikane, do me të në nivel të Macedonisë, në solo kondim mori vëndin e parë. Si gjithmonë me vëndet e para. Është këtu për ne. Po, dhe është këtu për ne. Për të na kënduar live një këngë në mëngjes, gjuhën angleze dhe një në gjuhën shqipe, apo jo? Po. Le të këndojmë. Po, hajde të këndojmë. E unë të fluturojmë andej prej erës së bumullimave të këti Dritorojt që e paralemrojnë më të rishtoj. Jo, po ashtu është hidrometeorologët tanë e kam parashikuar se kështu do tjetë moti për sot. Por gjithsesi gurë kemi në çdo vend, Vala. Po, jo, do të marrë një karikë ose një tavolinë me vetë. Ka plot tavolinë dhe gurë. Valdeta, më thuaj, pyete pak Deën, pyesim disa pyetje Deën. Diri sa të ngrohen edhe kordat zanore. Klasës e? Më falni? Klasa e? Jam klasa e 6. Klasa e 6, Dea. Po, klasa e 6 ka 12 vjet, apo jo? Po, 11 vjeti. 11 vjet të gamova. Mire, edhe de në njohim se në shumë festivale ka rëmbyer shumë çmime. Hajde, na numëro disa çmime, shpejt e shpejt. Shumë. Okej, tash të festivali Shkodrës e kam vendin e parë. Të Ylberi nuk ishte çmime, ndoshta që isha mysafire. Te Kokrat e Rushit mora vendin e parë. Dhe ne kemi fantastike. Edhe te këto garat republikane mora vendin e parë. Shumë bukur. Dea, më thuaj. Dea, e fundit. Hajde më thuaj, çfarë ke dëshirë kur të rritesh që të bëhesh? Përveç se muzikës. Se sigurisht se, tash e ke si pasion. Përveç muzikës. Përveç muzikës, hajde më thuaj, diçka tjetër, që të pëlqen si profesion. E po, mua më pëlqen si profesion vizatimi. Arti. Arti, në përgjithësi. Po, vizatimi. Sepse kam dëgjuar që Dea edhe vizaton jashtëzakonisht shumë bukur. Edhe shumë arsye pas kemi këtu të ftuar në studiot na ka edhe diçka tjetër. Ka edhe diçka tjetër, luan edhe violin. Si luaj. Po, është, do më thënë, po fillon që të përgatitet me të gjithë komponentet e artit, mundoj që të bëm pjesë të jetës. Dhe imagjino, pastaj kur të mbrije për të zgjedhur, do të shkon në matematikë. Nuk ka mundësi që ta bën këtë, se është e përgatitur, si është për anë. Të shkesh në matematikë? Jo. Ase si neve të artit të nga shkon matematika. Unë në gjdoj, Dritro, unë në matematikën vërtet është keq ta them kështu, po nuk më shkonte. A e ke kalkulatorin në xhep, në matematikë, çdo herë për 4, kalkulatorin e kam me... Me rëndësi e ke kalkulatorin, zgjidhje kemi zgjidhje. Dea, hajde na thuaj, tani, do t'ja lëm momentin Deës që të shprehet
për gjithë shikuesit tanë, ti përshëndesim për ditën e sotme, ditë e premte, data 22 maj, ekskluzivisht për gjithë shikuesit e televizionit Alsat, të gjithë shikuesit të këtij nënqiellit që quhet Globi jon, Dea Pajaziti. Dea Taipi. Më falë. Ja, që unë gatrove. Pse më gatrove ti? Nuk gatrove, unë më kisë se ti janë dritroll. Unë emrat edhe mbi emrat e kam problem. Dea Taipi, unë të kam infektuar. Jo, se dritroj nuk i gabon. Jo, Dea, dritroj nuk i gabon, po është infektuar prej mua, pasi që unë me emrat edhe mbi emrat kam problem. Kolegja, po, dhe kolegja e punës. Kërkoj ndjes. Dea, Dritro, tani unë mikrofonin do t'ja dorëzoj. Ashtu, pra ja dorëzoj mikrofonin dhe do fillojmë shqip apo anglisht? Anglisht. Hajde, gjuhën angleze, më pas shqip. Njërë duhet ta këndoj këngën që me cilën fitova garat republikane. Hajde, live tani të ndëgjojmë Dejen, të kënaqemi në këto mëngjes, në mes të qashisë së Shkupit. Urdhëro Deja, po. Waking in the rubber, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed, peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You would know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix. Out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Yes, you would know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light I fly, rise like a phoenix. Out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly. And I rise like a phoenix out of the ashes seeking rather than vengeance. Retribution you were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Fantastike, Dea! Një emocion fantastik që në orët e hershme të mëngjesit që po e përjetojmë nga Dea, unë të përgëzoj dhe të uroj që ne të gjithë qofshim krenar me talentin tëmë. Unë jam e sigur që Dejen do ta shohim në ato sallat më të mëdha botërore, jam e bindur për këtë gjë. Je fantastike, Dea, vetëm vazhdo duke punuar, duke investuar kohën tënde më të çmuar në profesionin që ty po e bën, dhe sot lëkëndimi aq shumë të shkon, është një teknikë super profesionale që e bëri sepse këndoi a cappella dhe nuk e humbi asnjëherë tonin. Kjo është, domethënë, shumë një gjë e mrekullueshme, një talent të cilën duhet ta gëzojmë që e kemi në pranin ton. Valdeta, duhet të bësh një duet edhe ti me Dejen. Do bësh një duet me Dejen ti. A duet?
Apo, Dhe du të thrasë dhe lekën. po lekën e kemi me kërnet, Lekën dhe klarinet. Do ta bëjmë, të gjithë të jemi të një lagjës kështu bashkë, bëjmë. Mund ta bëni një bend interesant. Lum lagja që ju ka. Zhurmaxhin Ty e do të lagjes. marri menaxher. Menaxher do të marri. Menaxher. Të na udhëheqë, se Dea, je mirë për menaxher. hajde më thuaj, cila është muzika jote shqipe që të pëlqen shumë? Cila këngë më pëlqen Jo, në shumë? përgjithësi, si lloj muzike. Muzik. Blues. Por Po s'kemi blues, çka është? muzik, Jo, këngët shqiptare në përgjithësi, cilat janë ato këngë shqiptare që të pëlqejnë më shumë? këngë shqiptare që më pëlqen shumë. Mirë, më pëlqen Baresha, sepse e ka zërin shumë bukur në violin. Në violin. Po, shumë bukur në violin, Që po. lidhe, intonohet bukur në violin. Po. Dhe kemi pas ndirin Për që të kënduar, më pëlqen. Më dhe ta interpretojnë, po më thuaj. Për të kënduar më pëlqen valsi lumturis, këtë që do ta këndoj tash. Tashi, valsi i lumturisë është radhas, ma ndëgjoni. Ta dëgjojmë. Do ta dëgjojmë me kënaqësinë më të madhe dhe pas valsit ne do bëjmë një shkëputje këtu. Po. Por për momentin unë do doja ta falenderoj Aden shumë dhe ju uroj shumë suksese. Gjithashtu. Qofte lumtur e buzëqeshur gjithmonë dhe uroj që të na bësh krenar gjithmonë, Dea. Dhe këtë energji mos ta humbasësh asnjëherë. Faleminderit shumë, faleminderit. Hajde, Dea, ju përshëndes, unë ju la ju. Vala, faleminderit shumë. Faleminderit. Sot një ditë shumë e bukur, fantastike, por do të kalojmë edhe pak minuta me shikuesit tanë me këngën Valsi i lumturisë. Sa knaqësi kur dëgjoj valsin ton në këtë pranver, haj përsëri po nafton të vallëzojmë si atëherë. Bashk me pranverën dhe ti lulezon, lule ploter që në shpirt më qaron. Vals o vals ti e ha, mbi të bukrina dhe fusha tona i përshkon, kush përthen jetë e re. Vals o vals ti e ha, mbi të bukrina dhe fusha tona i përshkon, kush përthen jetë e re. Ne një vals na bashkoj dhe na fal lumturin, ti ngujt sot i dëgjoj dhe kujtoj praprinin. Bashk me pranverën dhe ti lulezon, lule ploter që në shpirt më qaron. Vals o vals ti e ha, mbi të bukrina dhe fusha tona i përshkon, kush përthen jetë e re. La 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 la, fusha tona i përshkon, kush përthen jetë e re. La 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 la. Fantastike, fantastike. Dea, faleminderit shumë. Një vaqe mrekullues. zele e arshme në qiellit ton. Unë uroj që edhe vaqe zelës Faleminderit t'ja shumë. kalosh, Dea. Dhe kështu si ke nisur, unë garantoj që do t'jesh shumë më e madhe
se sa gjithë këta që po i marrim si referenca. Je fantastike, përkushtoju Bravo. talentit tënd dhe ne jemi këtu vetëm për t'ju mbështetur dhe me të vërtet ta shijojmë artin që ju do të krijonit. Ne ju dëshirojmë një ditë të mrekullueshme, edhe ty Dea dhe ty Valdeta të presim, të pim nga një kafe dhe faleminderit shumë për energjinë që e sollët, ta shijoni ditën, një ditë të mrekullueshme paqe. Sigurisht. Patjetër. Gëzuar, faleminderit shumë Para se Dea. ta mbarojmë Suksese gjithmonë. Një duar trokitje nga studio televizionit Do të Alsat. thotë diçka për fund? Para se ta mbaroj këtë emision, para se ta mbarojmë, unë dua ta falemderoj një njeri shumë. Ta falenderoj. Dua t'i falemderoj prindrit, Bukur shumë. se më kam mbështetur shumë. Pastaj, dua ta falemderoj edhe mentoren time, Froska Sapungjeva. Ajo më ndihmoi shumë për trajtimin për trajtimin e këngës, po. Edhe më ndihmoi shumë për zgjedhjen e këngës. Dhe për promovimin e televizioni Alsat, normal. Po. Dhe dua ta falemderoj gazetaren, Cilën gazetare? Valdeta. Teta Valdetën, sigurisht. Shtrojnë dhe Valbon. Zonja Valdeta, shumë falemderit, dua t'ju falemderoj E shumë. kam zemër dhe jam prej të vogël e promovoj kështu sa mundem ndonjëherë. Faleminderit Mirë, edhe ju juve. përshëndesim. ju Faleminderit përshëndesim. shumë. Qastit të këndshëve dhe Me një shpresoj që duar mos të trokitje, ketë- me një duar trokitje nga studio e televizionit Alsat. Regjia dhe kalojmë në publicitet miqdashur. Regjia, Faleminderit shumë. gëzuar. Gëzuar, ditë mbar, fundjavë të këndshme.